Mirëdita të nderuar përfaqësues të medias. Sot më datën 7 shkurt, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori shqyrtim dhe miratoi raportin e politikës monetare për tremujorin e parë. Formacioni i ri i marrë në analizë ka qenë përgjithsisht në linjë me pritjet tona. Vëllimi i aktivitetit ekonomik vijon të qëndrojë në një trajektore rritëse, ndërsa inflacioni shënoi rënje të mëtejshme në tremujorin e katërt. Normalizimi i qëndrimit të politikës monetare ka pasur një kontribut pozitiv në këtë tablo, nëpërmjet zbutjes së presioneve të brendshme inflacioniste, si dhe nxitjes së funksionimit normal të tregjeve të paras. Projeksionet për të ardhmen mbeten pozitive. Prodhimi, punësimi dhe pagat do të vijojnë të rriten në horizontin afatmesëm, ndërsa inflacioni pritet të kthehet gradualisht në objektiv gjatë vitit. Këshilli Mbikëqyrës gjykoi se ecuria e kushteve monetare do të mundsojë kthimin e inflacionit në objektiv brenda një horizonti kohor prej disa tremujorësh. Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar qëndrimin e politikës monetare. Në vijim do të sqaroj më në detaje vendimin e sotëm të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë dhe arsyet që e motivuan këtë vendim. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi nivelin mesatar prej 3.9% në tremujorin e katërt, duke shënuar një rënje të lehtë kundrejt tremujorit paraardhës. Rënja e inflacionit u diktua nga ritmi më i ngadalt i rritjes së çmimeve të artikujve ushqimor, ndërkohë që çmimet e karburantit e të qirave erdhën në rritje dhe inflacioni i artikujve të tjerë të shportës ishte relativisht i qëndrueshëm. Në aspektin makroekonomik, rënja e inflacionit gjatë tremujorit 4 pasqyroi rënjen e presioneve të brendshme inflacioniste. Kjo rënje ka pasqyruar si efektin e bazës së lartë krahasuese të një viti më parë, ashtu dhe pasojat e normalizimit të deritanishëm të qëndrimit të politikës monetare. Nga ana tjetër, presionet e huaja inflacioniste erdhën në rritje gjatë tremujorit 4, pavarësisht forcimit të kursit këmbimit, si pasojë e rritjes së shpejtë të çmimeve të produkteve energjetike në tregjet botërore. Megjithatë, edhe pse në rënje, presionet e brendshme inflacioniste mbeten relativisht të larta dhe nuk janë ende në linjë me objektivin tonë të stabilitetit të çmimeve. Kjo ecuri diktohet nga kërkesa relativisht e lartë për mallra e shërbime, e cila mban të larta marzhet e fitimit, si dhe nga rritja e shpejtë e pagave, e cila përcillet mëtej në kosto të rritura prodhimi. Sipas të dhënave të Instatit, vëllimi i aktivitetit ekonomik u rrit me 3.5% në tremujorin e tretë të vitit të shkuar. Të dhënat e disponuara sugjerojnë se rritja ekonomike do të qëndrojë në nivele të ngjashme edhe gjatë tremujorit 4. Në ndryshim me tremujorët paraardhës, rritja ekonomike gjeti një mbështetje më të lartë nga kërkesa e huaj dhe në veçanti nga rritja e shpejtë e sektorit të turizmit. Nga ana tjetër, konsumi dhe investimet private vijuan të rriten, por me norma më të ngadalta krahasuar me tremujorin paraardhës, ndërsa politika fiskale pati një kontribut neutral në rritjen ekonomike. Ky profil kërkese është pasqyruar në zgjerim të aktivitetit në sektorin e shërbimeve dhe të ndërtimit, ndërkohë që aktiviteti në sektorin e bujqësisë dhe të industrisë shënuan në rënje. Zgjerimi i kërkesës për mallra dhe shërbime e ka shtyrë ekonominë në një fazë pozitive të ciklit të biznesit. Kjo ecuri është pasqyruar në rritjen e vazhdueshme të punësimit, në nivelet minimale historike të normës papunësisë, si dhe në rritjen e shpejtë të pagave në sektorin privat. Zgjerimi i punësimit dhe i pagave ka vijuar të mbështesë rritjen e konsumit në ekonomi, por nga ana tjetër ai mban të larta dhe presionet e brendshme mbi inflacionin. Politika monetare ka pasur një rol të rëndësishëm në kontrollin e inflacionit dhe në ruajtjen e stabilitetit të përgjithshëm monetar dhe financiar të vendit. Normalizimi i kujdesshëm i qëndrimit politikës monetare, i realizuar nëpërmjet rritjeve graduale të normës bazë të interesit, ka ndihmuar funksionimin normal të tregjeve të brendshme financiare.
Ky normalizim është transmetuar në një rritje të përgjithshme të normave të interesit, të depozitave dhe të kredive, duke krijuar premisa për një ecurim më të balancuar të kërkesës dhe të ofertës në ekonomi, por i ka lënë kushtet e përgjithshme financiare në vend në pozita ende stimuluese. Në përgjigje të kushteve stimuluese të ofertës dhe të kërkesës së lartë për financim, kredia për sektorin privat u rrit me 10% gjatë vitit 2023. Kjo kredi ka mbështetur zgjerimin e konsumit dhe blerjet e apartamenteve nga familjet, ka financuar zgjerimin e investimeve nga bizneset, si dhe ka plotësuar nevojat e tyre për mjete likuide. Në të njëjtën kohë gjatë vitit 2023 është vënë re një përmirësim i strukturës portofolit kredis në formën e rritjes së ndjeshme të peshës së kredis në lek dhe një përmirësim i cilësisë kredis në formën e rënies më teshme të treguesit të kredive me probleme, duke shkuar në nivelin e 4.7%. Ky është dhe niveli minimum historik i regjistruar që prej fillimit pasojave të krizës financiare globale në vitin 2008. Pra duhet kujtojmë që ne vijmë nga niveli e 25% të kredive me probleme në vitin 2014, sot në nivelin e 4.7% të kredis me probleme. Tregues pozitiv pra ky. Përditësimi i parashikimeve sugjeron vijimin e trendeve pozitive ekonomike edhe në të ardhmen. Ekonomia shqiptare do të vijë në rritje e nxitur nga zgjerimi i mëtejshëm i konsumit, investimeve dhe eksportit të shërbimeve. Rritja ekonomike do të ushqehet nga bilancet likuide të biznesit dhe të familjeve shqiptare, nga besimi i tyre për të ardhmen, nga rritja e shpejtë të ardhurave nga turizmi, si dhe nga zgjerimi i kreditimit në pasyrim të përshqasjes pozitive që kanë bankat ndaj kreditimit. Megjithatë, ritmi i rritjes ekonomike pritet të shënojë një ngadalësim të lehtë gjatë vitit 2024 si pasojë e ambientit ende sfidues të huaj dhe t'i rikthehet potencialit të tij në vitet në vijim. Në ana tjetër, inflacioni parashikohet vijojë të reduktohet më tej gjatë vitit në vazhdim dhe të kthehet në objektiv në 3 mujorin e fundit të këtij viti. Ky reduktim do të pasqyrojë ecurim më të balancuar të kërkesës dhe të ofertës agregate në ekonominë vendase, si dhe reduktimin e mëtejshëm të inflacionit në partnerët tanë tregtar. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 3.25%, të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë një ditore në nivelin e 4.25%, si dhe të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës një ditore në nivelin e 2.25%. Këshilli Mbikëqyrës vëren se qëndrimi aktual i politikës monetare është konsistent me pritjet tona të skenarit bazë. Megjithatë, Këshilli Mbikëqyrës gjykon se presionet e larta inflacioniste nga ekonomia e brendshme mbeten një faktor rreziku për stabilitetin e çmimeve në vend dhe se balanca e rreziqeve për inflacionin qëndron në kahun e sipërm. Në këtë kontekst, Këshilli thekson se mbetet i gatshëm të vazhdojë procesin e normalizimit të qëndrimit politikës monetare, nëse kjo masë do të konsiderohet e nevojshme për kontrollin dhe garantimin e stabilitetit të çmimeve. Në çdo rast, vendimet e ardhshme të politikës monetare do të kushtëzohen nga informacioni i ri, si dhe do të jenë konsistente me kahun e politikës fiskale dhe ecurinë e kursit të këmbimit në vijim. Ju falemnderit, kjo ishte deklarata e sotme e Këshillit Mbikëqyrës pas mbledhjes në raport me vendimarrjen. Nëse ka pyetje, skemi. Falemnderit, mirupafshim.